mbrëmjen e dielshme është zhvilluar një takim ku ka qenë i pranishëm Ervin Saliani dhe ka deklaruar që është një takim me demokratët e Durrësit. Është e vërtet? Po, dje ka pas një takim në Durrës, i zhvilluar nga zotëria në fjalë, që ju thoni. Lajmërimet janë bërë jashtë strukturave dhe në pjesëmarrjen në këtë takim, me shumë thanë, sepse unë nuk kam qenë pjesë atij takimi, ka pasur edhe pjesë të strukturave, sikurse ka pasur dhe shumë persona të cilët mund të jenë simpatizantë të Partisë Demokratike, votues të Partisë Demokratike, por jo antar apo strukturë të PD-s Durrësit. Në këtë pikë do theksoja që Partia Demokratike, si çdo parti, është një organizatë e cila bazohet mbi statut dhe bazohet mbi rregulla. Dhe kur dikush, qoftë ky zoti Saliani apo kush mund të jetë, derën e ka të hapur për të ardhur dhe për të diskutuar me demokratët e Durrësit apo me demokratët e gjithë Shqipërisë. Por në respekt tash të statutit dhe të rregullores. Këtu në qytetin e Durrësit, deri kur të zhvillohen zgjedhjet e tjera në drejtimin e degës Durrësit, ku zhvillua dhe ky takim, jam unë. Për këtë takim nuk jam njoftuar nga asnjë, aq më pak nga personat të cilët e kanë organizuar, dhe tu doja t'i bëj një pyetje zotit Saliani, se mos mendon që është në fuqi akoma shkarkimi që më kanë bërë mua nga Partia Demokratike, ai dhe kryetaria së kohës zoti Lulzim Basha. Them që neve mbështetëm foltore nga momenti i parë, do mbështesim edhe çdo zhvillim tjetër që do bëhet në Partinë Demokratike për të mirën e Partisë Demokratike. Dhe këtu doja të jepja një mesazh. Është një çështje e duhur, e cila natyrisht është shtruar për debat edhe brenda Partisë Demokratike, për atë me çfarë ka lidhje me analizën. Me analizën brenda strukturave, por duke filluar nga baza deri lart. Unë e kërkoj këtë analizë për 6 muajsh, por natyrisht kemi qenë të përfshirë në disa procese. Procesi kryesor ishte që pas zgjedhjeve neve bëm komplet pjesën e dokumentimit të fasës zgjedhore, bëm pjesën e nxjerrjes në pat të gjithë problematikave që patëm nga jashtë Partisë Demokratike, dhe natyrisht do arrinim në analizë sikurse është njoftuar prej gati 3 javësh tashmë, dhe priten thjesht procedurat se si do zhvillohet kjo analizë. Pra them që çështja dhe kauza e cila është diskutuar dhe që duhet diskutuar është e drejtë. Por, për mendimin tim, dhe jo vetëm, është vllabëruar nga personat jo duhur, të cilët po duan ta zhvillojnë këtë kauzë jashtë ekstra Partisë Demokratike, duke e shtirur sikur kjo po zhvillohet nga strukturat e Partisë Demokratike. Unë jam në krye detyrës, jam drejtuesi i degës, mirëpres çdo demokrat, dëgjoj çdo demokrat, jam me gjithë demokratët, jam për ndryshimin. Nëse neve nuk do reformohemi si forcë në të gjitha 360 gradë, duke filluar nga ana strukturore, nga ana organizative, nga ana se si do t'i paraqitemi në ofertat tona elektoratit, neve nuk do bëhemi forcë fituese. Shancet janë të gjitha që Partia Demokratike me këtë organizim që neve kuadrin analizës do bëjmë, natyrisht janë çelur dhe në ato deg ku kryetarët janë të komanduar, siç është rasti im, do çelen edhe zgjedhjet brenda strukturave. E kam sugjeruar edhe Tiranës që në fillim do të bëjmë analizën, të dalin të gjitha problematikat dhe pas kësaj neve të futemi në atë çfarë është zgjedhja e kryetarit dhe strukturat e tjera që pastaj do jenë, besoj, në fund të muajit prill. Ai është dërguar nga kryesia e Partisë Demokratike Durrës demokratëve një mesazh për të mos marrë pjesë në takim? Jo, mesazhi nuk është dërguar për të mos marrë pjesë, por është dërguar si informacion, duke i thënë, atë takim nuk e organizon Partia Demokratike, nuk e organizojnë strukturat e Partisë Demokratike, dhe personat të cilët e organizuan shumë mirë kanë ardhur dhe herë të tjera në Durrës, kanë pirë kafe me demokratët, mund vazhdonin të bëjnë këtë takim duke organizuar si kafe apo si takim me demokratët, por jo në emrin e Partisë Demokratike. Thash, nuk ka asnjë njoftim ajo çfarë quhet pjesa drejtuese e kësaj, pavarësisht se atje morën pjesë edhe disa drejtues në fuqi, që janë akoma në fuqi në Partinë Demokratike, por që janë persona të cilët 2025-ën
dhe kam për t'ia thënë edhe demokratët besojnë analizën që do bëhet, nuk morën pjesë. Nuk morën pjesë në nivel nga sekretari organizativ, nga sekretari degës, sekretari organizativ, por nga sekretari degës, nën kryetarët, shumë nga anëtarët të Këshillit Kombëtar nuk u bën pjesë të betejës elektorale që neve patëm në 11 maj. Natyrisht, thënë këtë, kjo forcë ka treguar që nga përplasjet e brendshme, dhe unë nuk e konsideroj përplasje, nga ato që neve kemi kaluar, sepse duke pas parasysh se kush po përpiqet që ta çojë përpara, janë persona që për mendimin tim kanë shumë probleme, hyrje dalje, dil nga dera dhe hyr nga dritarja në Partinë Demokratike. Besoj që demokratët në kuadër të analizës do dinë të reagojnë mjaft mirë edhe për këtë çështje dhe nga gjithë ky bashkëbisedim institucional që ka filluar tash në Partinë Demokratike, Partia Demokratike do dalin më e fortë. A do të ketë një qëndrim për ata funksionar të degës të cilët u bën pjesë e takimit? Unë do thoja që qëndrimi duhet marrë për ato funksionar të degës, të cilët në bazë të statutit nuk u bën pjesë të fushatës elektorale. Aty është problemi. Fakti që po të njëjtat persona bashkohen në një qëllim dhe në një organizim të tillë në takimin e djeshëm, në një moment ku Partia Demokratike është e përqendruar në betejën që po zhvillon për demaskimin e gjithë vjedhjeve që kjo qeveri po bën, e masakrës që ka bërë zëvendës kryeministri Balluku dhe ministrat të tjerë të kësaj qeverie, dalin dhe organizojnë këtë proces për të orientuar atë që është si opinioni publik, por edhe strukturat e Partisë Demokratike. Po siç e thash, demokratët e kam treguar që janë shumë smart dhe do të japin drejtimin e duhur. Natyrisht ndaj personave nuk është që marr unë vendimet, do jenë instancat e Partisë Demokratike, do jetë strukturat e Partisë Demokratike që do shprehen pas analizës edhe me vendimet që ato do marrin. A ndani ju të njëjtën mendim me zotin Sali Berisha kur thotë që në fakt u bojkotua ky takim nga baza e Durrësit? Me çfarë unë pash reportazhet, se thash nuk isha pjesë atij takimi, më rezulton që kishe disa drejtues në nivel grup seksioni, shumë pak, dhe pjesa tjera ishin persona të cilat unë nuk i njoh fizikisht, nuk i kam parë në fushata. Natyrisht me këtë nuk dua të ul kredon e askujt atyre që janë bërë pjesë atij takimi, sepse tek e fundit kur dikush i ka ftuar, thash mund i ftonte në kafe dhe mund ta dëgjojnë. Mund të jenë simpatizant Partisë Demokratike, mund të jenë votues Partisë Demokratike, mund të jetë dhe antar Partisë Demokratike, por pjesa drejtuese, e zinxhirit drejtues Partisë Demokratike nuk u bë pjesë e atij takimi. Dhe së fundmi, Partia Demokratike a duhet hapur? Natyrisht e thash, është një kauzë të cilën neve sot po e kërkojmë. Dhe kur them neve, kërkojmë gjithë demokratët e thjeshtë nga baza. E para ta fillojmë me një analizë, ku një analizë duhet bëhet një analizë reale, ku të shohim njëri tjetrin në sy dhe të themi gjërat ashtu siç janë. Ndryshe, neve nuk do arrijmë të dalim nga kjo situatë në cilën jemi. Jemi në momentin që nëse nuk thuhen disa të vërteta, do jetë e vështirë dhe rimëkëmbja. Partia Demokratike, e theksova dhe pak më parë, ka nevojë për ndryshim. Ka nevojë për ndryshim strukturor, ka nevojë për ndryshim organizativ, ka nevojë për ndryshim njerëzor, duke thithur natyrisht edhe elementet e ri dhe këto duhet të jenë një nga objektivat kryesore, por nuk mjafton që të paraqesësh dy të ri në atë takimin e djeshëm dhe kjo tregon që është hapje, sepse gjithë ato tjerët që kanë bërë thirrjet dhe i kanë shkuar pas atij takimi, janë njerëz që Partinë Demokratike janë themelues, mund të jenë qysh nga viti 1992. Faleminderit. Faleminderit juve.